Një ekzemplar I panjohur deri më sot I Doktrina e Krishterë të Pieter Budit është zbuluar nga studiuese Blerina Suta në arkivat sekrete të Vatikanit. Vepra origjinale mban titullin Doktrina Kristiana e vitit 1618. Ekzemplari është I ndryshëm prej kopjes së njohur që janë referuar studiuesit dhe gjuetarët, të cilën vetë Pieter Budi e ka dorëzuar në janar të 1622 në Bibliotekën e Vatikanit. Zbulimi bëhet I njohur për publikun përmes librit më të ri studimor të autores Blerina Suta, faqe të panjohura nga vepra e Pieter Budit 1618-1622, I sapo hedhur në treg nga botimet Onufri. Blerina Suta, që aktualisht banon në Itali, ka pohuar për Report TV se ka kërkuar në arkivat e Vatikanit gjurmë të shkrimeve shqipe dhe të autorëve shqiptar, të cilët, edhe pse janë të vizituar shpesh, janë ende të paprekura. Zbulimi I një ekzemplari të ri të veprës së njohur të Pieter Budit, Doktrina Kristiana, në një bibliotekë të Romës I ndryshëm në një fashikull prej kopjes së njohur, është rezultat I kërkimit të burimeve parsore që tashmë njihen nga studiuesit e albanologjisë, siç është vëllimi I 7 I Liriki Sakri, në të cilin gjenden dhe informacione që I takojnë Budit. Sipas Blerina Sutës, verifikimi I dokumentave të indeksit Garampi të Arkivit Sekret të Vatikanit dëshmon një ndryshim të vendit në të cilin ruhen këto dokumenta. Suta pohon më tej se në Vatikan ka burime të paeksploruara deri më tani.